Bismillahirrahmanirrahim. Faleminderimi i takon të vetmit Allahu xhaleshanuhu, atij të cilit na fton drejt shtëpisë së tij dhe na pastron zemrat nëpërmes adhurimit. Salavatet dhe selamet qofshin mbi më të dashurin e tij, mbi Muhammed Mustafan, mbi familjen, shokët dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Assalamu alaikum. Sot do të udhtojmë së bashku drejt dy vendeve që nuk e ngopin kurrë syrin e besimtarit, drejt Mekës dhe Medinës. A e dini se umreja nuk fillon në aeroport, por në rahjet e para të zemrës e cila dëshiron pendimin? Sepse ka udhëtime që nuk maten me kilometra, por me lot, lutje dhe qetësi zemre. Dhe umreja është një prej tyre. Umreja nuk është një udhëtim fizik drejt Mekës, por një kthim i kthellë drejt vetes dhe krijues të gjithësisë. A e keni menduar ndonjëherë se si ndihet zemra kur syt shohin për herë të parë Ka'ben e bekuar? Çfarë ndodh me shpirtin kur njeriu qëndron i vogël përballë madhështisë së Allahut xhaleshanuhu? Dhe pikërisht këto ndjenja, këto rahje të zemrës dhe këto çaste afërsie me Allahun janë përjetime shpirtërore të udhëtimit më të bukur në jetën e njeriut. Allahu xhaleshanuhu në një ajet kuranor thot kështu: dhe shpallë mes njerëzve haxhin, ata do të vinë tek ti në këmbë dhe mbi çdo mjet udhëtimi. Edhe pse ajeti flet për haxhin, kuptimi i thirrjes përfshin edhe umrën. Umra dhe haxhi janë udhëtime të zemrës drejt Allahut xhaleshanuhu. Të dyja na largojnë nga rutina e jetës dhe na vendosin përballë vetes tonë. Por secila e ka veçantinë e vet. Umreja është një udhëtim i vlefshëm pasi përmban shumë aspekte të haxhillokut. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: haxhilerët dhe ata që kryejnë umrën janë mysafir të Allahut. Nëse bëjnë lutje, ai e dëgjon atë. E nëse kërkojnë falje, ai u afal gjunahet. Në ndërkaq haxhi është një adhurim më madhështor, i cili kërkon bindje, sakrificë dhe durim, i caktuar në një kohë të veçantë dhe me obligime më të gjera. Të dyja në thelb, umreja dhe haxhi, na mësojnë kthimin ndaj Allahut xhaleshanuhu. Në atë moment, njeriu e kupton se po qëndron drejt një vendi i cili është burim bekimi dhe udhëzimi. Lotët rrjedhin jo nga trishtimi, por nga çastet e afrimit me Allahun xhaleshanuhu. Për një besimtar të sinqert, shikimi i parë i Ka'bes është një ndjenjë që dhe fjalët më të bukura të dynjas nuk mund ta përshkruajnë. Mirë po, le të hedhim një sy, hap pas hapi, ibadeteve apo ritualeve që bëjnë besimtarët në kryerjen e umrës. Umreja fillon me ihramin. Kur veshim ihramin, kuptojmë se Allahu nuk shikon pamjen apo veshjen tonë, por atë çka gjendet brenda nesh, sinqeritetin. Nuk ka rëndësi nëse ke shkuar me biletën më luksoze apo me paketën më modeste. Allahu nuk shikon llogarinë tënde bankare, as gradën tënde shoqërore, sepse atje të gjithë janë të mbështjellur me të njëjtin ihram të bardhë, dhe ai shikon atë që gjendet në gjoksin tënd, sinqeritetin. Në atë vend, vlera jote matet vetëm me pastërtinë e zemrës. Nga momenti që hyjmë në ihram, ne fillojmë dhe themi telbien, e cila është: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. E cila do të thotë: të përgjigjem, o Allah të përgjigjem, ti je i pashoq, vetëm ty të përgjigjem. I gjithë falënderimi të takon vetëm ty. Të gjithë begatit dhe i tërë sundimi është i yti. Fjalët e telbijes përmbajnë dhikrin më të bukur, pasi flasin për adhurimin ndaj Allahut xhaleshanuhu, përgjigjen e thirrjes ndaj tij, bindjen dhe nënshtrimin ndaj Allahut xhaleshanuhu. Tavafi rreth Ka'bes është një adhurim i cili nuk ka nevojë për shumë fjalë, pasi në atë vend
zemra është e lidhur më shumë se çdo herë tjetër me Allahun xhaleshanuhu. Mirë po, cila është urtësia e tavafit? Pse ne rrotullohemi rreth Ka'bes, duke pasur parasysh vapën, shtyerjen mes turmës dhe vështirësitë të ambientit të ngushtë? Dhe pikërisht, ky ibadet i ka dy urtësi. E para është që çdo njeri i mençur të rrotullohet drejt sekreteve që i ka falë në univers si madhi Zot dhe t'i shpalos ato. E dyta është që unë, ti dhe çdo kush tjetër shpirtërisht të ngjitemi në 7 katët e qejtë dhe në arsh të jemi më afër të madhit Zot. Nga njerëzit jashtë Islamit shpesh lind pyetja: a adhurojnë muslimanët gurin? Dhe përgjigjja më e mirë janë fjalët e Umerit radiallahu anhu, i cili thot: unë e di se ti je vetëm një gur, nuk dëmton dhe nuk sjell dobi. Po të mos e kisha parë të dërguarin e Allahut duke të prekur, unë nuk do të prekja. Ne nuk e prekim gurin e zi vetëm se është gur, por sepse jemi besimtar që e ndjekim shembullin e pejgamberit alayhis salam. Dhe pikërisht, kjo është esenca e umrës, e cila të mëson bindje, përulësi dhe dashuri për sunnetin. Safa dhe Merwa. Pse bëjmë ecje në këto vende? Çfarë është Safa dhe çfarë është Merwa? Cila është historia e tyre? Safa do të thot pastërti e brendshme shpirtërore. Pikërisht atje, pejgamberi Ibrahimi alayhis salam e dërgoi bashkëshorten e tij Haxherën bashkë me të birin Ismailin alayhis salam, duke i lënë të vetëm. Në ndërkaq Haxherja e pyeti: o Ibrahim, a na le këtu me dëshirën tënde, apo është urdhër i Allahut xhaleshanuhu? Në ndërkaq ai tha: ishtë urdhër i Allahut xhaleshanuhu. Në ndërkaq Haxherja tha: ai që të ka urdhëruar të më lësh këtu, ai do ta zgjedh çështjen tonë. Haxherja ishte aq e pasur në besim, sa që mbështetej plotësisht në Allahun xhaleshanuhu. Dhe ne kur bëjmë sajin, gjithashtu mbështetemi tek ai. Merwa do të thotë të shuash ecjen, që do me thënë, ti ec, kërkon gjëra e sende në këtë botë, vrapon, por risku vjen vetëm nga ana Allahu xhaleshanuhu. Haxherja vraponte nga një kodër në kodrën tjetër, në ndërkaq, uji doli pikërisht nga këmbët e Ismailit alayhis salam. Dhe ne në jetë duhet të vrapojmë, të kërkojmë gjëra e sende për familjen tonë, por në ndërkaq, risku vjen vetëm nga ana Allahu xhaleshanuhu. Prerja e flokëve dhe dalja nga ihrami tregojnë nënshtrim të plot ndaj Allahut xhaleshanuhu. Dalja nga ihrami nuk do të thotë se kjo përfundon me adhurimin ton, por pikërisht në atë moment fillon umreja, me një bindje dhe moral të ri. Ashtu si floku bie nga koka, dhe ne shpresojmë se dhe mëkatet dhe barrat tona bien nga zemra me lejen e Allahut xhaleshanuhu. Pas turmës së madhe në Mekë dhe emocioneve të forta rreth Ka'bes, Allahu xhaleshanuhu na jep edhe një ndalesë tjetër, e cila është në qytetin e Medinës. Në Medinë, zemra është më e qetë. Ky qytet është shkollë e qetësisë mas provës. Dëshmi se pas vështirësisë vjen edhe lehtësimi, dhe se zemra ka nevojë herë për zjarrin e Mekës e herë për qetësinë e Medinës. Dhe ashtu si ansarët pritën dhe ndanë gjithçka me vëllezërit e tyre, dhe ne kur shkojmë në Medinë, hapim zemrat tona për adhurim dhe ndajmë selame me vëllezërit dhe motrat tona nga e gjithë bota. Dhe pikërisht ashtu siç thot dhe pejgamberi, se vetëm një buzëqeshje është sadaka. Nuk ka rëndësi sa herë shkon këmba te shtëpia e Zotit, por sa herë kthehet zemra tek Zoti i shtëpisë. Umreja nuk mbaron pasi kthehemi në shtëpi, por ajo fillon pikërisht atëherë me një moral të ri dhe iman më të fortë. Lutim Allahun që zemrat tona të mos largohen kur nga qapja, edhe kur trupat tanë kthehen larg saj. Le të mbetet ky vend dritë në zemrat tona, udhëzim në jetën tonë dhe përkujtim i përhershëm i bindjes ndaj tij.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.